familjes është pikërisht kjo lidhet me faktin që vetë familja, struktura e jetës familjare, ka psuar dëmtime shumë të mëdha, janë zakonisht të mëdha. Dhe në një farë mënyrë, parimet e prindërimit, në vend që të vëmë gjoba për prindërit që fëmijët e tyre bëjnë ndonjë veprim eksentrik në shkollë, unë do të isha që të merremi me këtë që çfarë duhet të bëjmë që prindërit tanë këtë kudo të rregullojnë parimet e prindërimit, sepse në një masë të konsiderueshme unë i konsideroj të rinj dhe adoleshentët që kryejnë veprime të tilla arriviste, eksentrike, arrogante, bulliste, e pasere dhe kriminale, janë të lidhura me faktin që prindërimi nuk është në kuotat e duhura. Parimet e prindërimit vazhdojnë të jenë të vjetra në shoqërinë shqiptare në pjesën më të madhe. Ne vazhdojmë të përdorim paradigmat e modeleve o autoritariste, të cilat nuk pinuj sot, ose të hiqit edukativ, duke ja lënë spontaneitetin, duke menduar që fëmijët tanë do edukohen në mënyrë brovnjane, në mënyrë të lirë diku, nëpërmjet shkollës, nëpërmjet rrjeteve sociale, apo nëpërmjet formave të tjera që sikurse e dini, toksiciteti i tyre është një tjetër faktor determinant që po ndikon në këtë situatë të adoleshentëve. Pra prindrit duhet kuptojnë dy kontradikta të rëndësishme që shfaqen sot sipas gjykimit tim tek fëmijët tanë. E para është të kuptojnë që fëmijët tanë, adoleshentët tanë nuk janë adoleshentët e vjeshëm, janë me tjetër materie, kontradiktat e tyre biologjike, mentale dhe seksuale janë shumë të akseleruar dhe kërkojnë një diagnostikim ndryshe nga koha e prindërve të tyre, kjo është e para. Dhe dyta, janë rrethanat sociale. Ta fëmijë që bëhen të qinj, nuk lindin të qinj. Të qinj bëhen ose sepse familja nuk funksionon dhe nuk e luan rolin e saj, ose shkolla luan pastaj role negative në deformimin e personalitetit e tyre, të bërë të kundërtën e asaj që pritet nga këto dy institucione të mëdha të pazëvendësueshme të sigurisë morale në shoqëri. Po, dhe të shohim realisht se si e kanë pritur edhe prindrit në Maqedoninë e Veriut. Zonja Rustemi, ka pasur reagime qoftë nga prindrit apo reagime atje nga shoqëria civile për këtë, si ka qenë? Mund vjen shumë keq se mësafirin tjetër nuk arrita ta dëgjoj as pak, domethënë se çfarë tha, po jam e sigurt domethënë se çdo gjë domethënë që thuhet dhe flitet është në të mirë domethënë edhe të fëmijëve, po edhe të prindërve që mos kemi raste domethënë të tilla ose në çfarë forme të veprojmë për t'i parandaluar domethënë rastet e tilla. Nga ajo që kemi pas domethënë ose që kemi has domethënë nuk kanë qenë ndoshta reagime ose kritika domethënë të mëdha nga prindërit, pasi që ndoshta nga ajo që ne raportojmë vazhdimisht për raste domethënë të dhunës, të diskriminimit, të bullizmit, ndoshta prindërit kësaj here rrin pak më të qetë për të parë se si do të ndikon domethënë ky ndryshim ligjor i cili pritet domethënë të miratohet për pak kohë. Edhe në organizatat jo qeveritare nuk kemi pas ndoshta ndonjë reagim konkret ose kritik ose ndonjë nismë për të parandaluar domethënë një ndryshim të tillë ligjor. Unë për vete domethënë duke u nisë nga vetja dhe duke pas fëmijë domethënë në shkollë, mendoj se ndoshta ajo gjobë nuk do të ndryshon shumë çka, po ndoshta do të jetë një nismë e mirë edhe të paktën për t'i vetëdijsuar domethënë prindërit se do të ndiqen domethënë ligjërisht nëse fëmijët e tyre do të veprojnë një gjë të tillë ose ndoshta kjo është për t'i vetëdijsuar prindërit se nga gjithë ato aktivitete dhe nga gjithë ato dinamike që po e bëjmë të ndalemi pak dhe të merremi sa më shumë me fëmijët. Unë do të kisha potencuar edhe diçka nga ajo që kemi kontaktuar dhe me këshillat e prindërve domethënë që janë për shkolla fillore dhe të mesme, është vërtet domethënë për të ardhur keq se çdo herë më shumë domethënë është numri domethënë i prindërve i ulët që shkojnë në përmbledhje prindërore ose që merren domethënë me gjithë ato shqetësime që po ndodhin nëpër shkolla, gjithë ato ngjarje domethënë të padëshiruara që po ndodhin nëpër shkolla. E gjithë kjo e kuptojmë që është rezultat domethënë i gjithë asaj jetë dinamike që po bëjmë, domethënë gjithë atyre angazhimeve që prindërit kanë duke punuar një ose dy punë vetëm për t'i plotësuar domethënë gjithë ato dëshira fëmijëve të tyre. Dhe ndoshta kjo komunikimi me fëmijët ose interesimi për atë se çfarë po ndodh domethënë nëpër shkolla sikur është lënë pak anash dhe kjo ndoshta është edhe një rezultat i asaj se çfarë po shohim sot nëpër shkolla fillore dhe të mesme. Ndërkohë që zotri Tushi, a beson se kjo ndoshta do t'i bëj deri diku fëmijët më të friksuar
sepse do t'i kemi në rast se do t'ketë gjoba të tilla, do t'i kemi pastaj sigurisht prindër të acaruar me sjelljet e fëmijëve të tyre, që pastaj sigurisht në një moment të caktuar dhe mund të ndëshkohen nga prindrit. A mund të dalë jashtë asaj cila është menduar realisht? Dhe cila ndoshta kishte qenë një zgjidhje më efektive, më afatgjatë për te gjobave? E para njerë që, sepse kolegen nga Maqedonia e Veriut nuk e dëgjova, nuk arrita të kuptoja se çfarë tha, po megjithatë në esencë është e nënkuptuar. Pra fjala është për efektet që do të ketë kjo mas në përmirësim në situatës në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Një gjë nuk duhet të harrojmë. E para njerë që masat janë të njëjta, por efektet e tyre sociale jo gjithmonë janë të barabarta dhe kjo është e lidhur me faktin që ne strukturën e nxënësve në shkollë kemi ashtu sikur të kemi dhe strukturën familjare, pra kemi nxënës që vinë nga familje të cilat mund të jenë pjesë e familjeve të varfra, që jetojnë nëpërmjet skemave të mbrojtje sociale, ndihmës ekonomike, apo nuk e di se si e konsideroni ju me term aty, apo mund të ketë dhe familje të tjera që janë në gjendje të mirë ekonomike, familje të luksit, të cilët fëmijët kanë mësuar me lugën e argjend në gojë dhe 250 euro penalitet, për ta janë një lloj shakae e cila nuk kryen asnjë efekt. Megjithatë, duke llogaritur këtë diversifikim të strukturës sociale të familjes në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, sepse aty jemi në një shtrat të përbashkët strukturor dhe nga pikpamja sociale, them që mund të ketë ndikimin e vet edhe pozitiv, por mund të ketë edhe ndikimin e vet negativ, sepse natyrisht do të ketë raste kur një penalitet i tillë për një familje që është në kushte të nevojës ekstreme të pagojë 250 euro për një kapriço, për një gest të caktuar të fëmijëve të tij, kjo ka kosto dhe natyrisht mund të krijojë edhe shtimin e konfliktit. Pra në një farë mënyrë në këtë rast mund të ndodhë ilaçi i gjobës 250 euro mund të bëhet më keq se sëmundja që ka kapur fëmijën e kësaj familje dhe në vend që na i uli temperaturën e konfliktualitetit midis prindërve dhe fëmijëve mund na i shtojë atë dhe kjo mund të çojë pasaj në aberacione të tjera edukative siç janë këmbgulja, dhuna, grindja, largimi nga shtëpia që janë fenomene të cilat i ndeshim shpesh tek adoleshentët, apo sikur se e dini, kemi pasur dhe raste të tjera in extremis kur adoleshentët për shkak të papjekurisë së tyre, për shkak të nxitimit që kanë, për shkak të moshës arriviste që kanë, her pas here kanë kryer dhe veprime ekstreme dhe fatale dhe kanë humbur edhe jetën. Kështu që ne duhet jemi të kujdesshëm, pa metron Ariston, thot Aristoteli, çdo gjë duhet me mas, sepse gjithmonë duhet llogarisim edhe kundër efektet. Jo vetëm efektet që mund të japi kjo mas, e cila mund të jetë pritur me entuziazëm nga një pjesë e shoqërisë, mund të jetë pritur me kontestime nga pjesa tjetër e shoqërisë, por kam përshtypjen që duhet llogarisim jo vetëm efektet pozitive që mund të na japë, por dhe kundër efektet që mund të shkaktojë. Nuk e di, po vazhdoj të dëgjojmë se kam një sinjal? Po ju dëgjoj. Pra, në këtë kontekst, unë mendoj që të mos ta fetishizojmë të gjë, të mos ta idolatrizojmë të gjë, të mos themi eureka, e gjetëm shpëtimin. Gjoba 250 euro për shtjelje të rregullore të shkollës, për veprime bulliste apo për forma të tjera të agresivitetit, ne do ta sigurojmë, do ta rregullojmë shëndetin e shkollës. Jo, nuk rregullohet. As me këto, as me mjete policore dhe ca më pak pastaj me forma të tjera ku ka nga ata që ju e dini, që ne kemi konservatorë që thonë që deri sa kërkojnë që të burgosen këta njerëz, ta fëmijë eksentrik, ta fëmijë, sikurse e dini, burgosja e tyre është një mas fatale që ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme. Po problemi është çfarë do të bëjmë, sepse po ndodhemi përballë një realiteti ku bullizmi në shkolla po rritet. Këtu në Shqipëri, në një testim që është bërë në vitin disa vite përpara, ka dalë rezultati 20% e fëmijëve që bullizojnë. Pra, nuk e di se cila është statistika për Kosovën apo për Maqedoninë e Veriut. Ndërkaq, janë të gjitha format e bullizmit, po vinë duke u zgjeruar, verbal, psikologjik, ngacmim seksual, gjitha format e tjera të cilat po na krijojnë shumë probleme. Bullizmi në shkollat shqiptare është kthyer në pandemi dhe ne duhet ta pranojmë këtë realitet. Është një pandemi që po përhapet dhe ne duhet të bëjmë gjithçka për ta frenuar atë, sepse efektet
e bullizmit, efektet e daljes jashtë kontrollit të fëmijëve dhe të adoleshentëve tanë, po e them përsëri, për shkak të veçorive ontologjike të moshës së tyre, mund të na sjellë probleme shumë të mëdha. Shumë filozof, shumë